Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam një burr 57 vjeç dhe dua të tregoj një ngjarje që më ndodhi gjatë pushimeve. Për ta kuptuar më mirë situatën, duhet të shpjegoj se si funksiononte rrethi im familjar. Unë kam një mik shumë të ngushtë, me të cilin për shumë vite kemi qenë baxhanak. Ne të dy ishim martuar me 2 motra. E për vite me radhë ndanim çdo gjë bashk, në festa e në gëzime, e madje edhe me probleme, por edhe pushimet e verës i kalonim bashk. Dhe me kalimin e kohës, ai dhe kunata ime patën disa probleme me njëri tjetrin dhe vendosen të ndaheshin. Është një gjë që ndodh dhe asnjëri nga ne nuk mund të ndërhynte në shtëpinë e tyre. Ajo që ndokush nuk mund ta priste ishte se pas divorcit e tij, unë dhe ai nuk e shkëputëm shoqërinë tonë. Përkundrazi, vazhduam të ishim po aq shok sa më parë me baxhanakun. Dilnim për kafe çdo ditë, ndihmonim njëri tjetrin me punë të ndryshme, sidomos pas divorcit e tij bënim sikur nuk ka ndodhur asgjë. Pas sa vitesh, ai krijoi një lidhje të re dhe u martua me një grua tjetër. Ata filluan jetën e tyre dhe gjërat dukeshin se po shkonin qetë. E ne kishim një rregull bashkë me njëri tjetrin që çdo verë shkonim bashkë në plazh. Këtë vit erdhi sërish koha për të planifikuar ditët e pushimit. Por kur unë ja hapa bisedën, grua sime, ajo ma ndaloi me një herë. Mbante anën e motrës së saj si ç'është e pritshme dhe nuk donte të dëgjonte të bënte pushime me gruan e re të ish baxhanakut tem. Unë nuk shkoj me ata, më tha gruaja. Rri në shtëpi me mirë se sa të shkoj në një tavolinë me atë tjetrën, tha gruaja ime. Unë kisha gjithë vitin që punoja dhe kisha nevojë të shkëputesha disa ditë. Mirë pra, i thash, rriti në shtëpi nuk të detyroj, por unë kam bërë plane dhe do të shkoj me ta. Bëra gati valixhen time dhe u nisa vetëm, ndërsa baxhanaku mori gruan e tij. Zbritëm në Bregdet dhe morëm një apartament mjaft të bollshëm. Kishte dhomat e gjumit të ndara dhe një sallon të përbashkët me një balkon të madh nga ku dukej rruga e plazhit. Dita e parë shkoi fare mirë. Gruaja e tij ishte njëri i qetë, gatuante, pastronte dhe e mbante atmosferën mjaft mirë. Unë isha pak si i tepërt aty, si një njeri i vetëm, por nuk e jepnim vetëm dhe kalonim mirë. Të nesërmen zbritëm përsëri në plazh që në mëngjes, e nga dreka vapa u bë pa durueshme aty tek çadrat, e unë dhe baxhanaku im i tham gruas së tij që po shkonim deri tek bari i plazhit për të marrë disa lëngje frutash, e ndërsa ajo qëndroi aty për t'u rrezitur. Teksa shkuam tek banaku dhe po prisnim porosin, baxhanaku vuri re një grua rreth moshës son që po pinte diçka aty pranë. Ai nga natyra ka qenë gjithmonë pak ngacmues, e pa u menduar 2 herë, i foli dhe filloi të bënte pak muhabet me të. Unë qëndrova pak me janë dhe nuk ju ndërhyra, thjesht prisja të merrja lëngjet. Brenda pak minutash bisede, aty në këmbë, ai e mbylli pazarin e tij. E dëgjova shumë qartë kur e la të takohej
me atë gruan atë natë për një kafe aty në shëtitore. Unë mora lëngjet, a I mori të vetat dhe u kthyem tek çadra, e unë nuk fola fare, bëra sikur nuk kisha dëgjuar gjë. Pas dite, u kthyem në apartament për të pushuar dhe për të bërë gati për mbrëmjen. Kur u errësua, baxhanaku doli nga dhoma e tij. Kishte veshur një kemish të bukur dhe u duk menjëherë që ishte bërë gati për të dalë. U kthyen nga gruaja e tij dhe I tha me një bindje të plotë: "Unë do të dal pak, sepse do takoj një mikun tim të vjetër. Rrini ju këtu në shtëpi e pushoni, mos me prisni mua." Hapi derin e banesës dhe doli pa e zgjatur, e unë mbeta në apartament vetëm me gruan e tij, e ulem të dy në karriget e balkonit, e ndërsa ajo solli 2 gota me lëng frutash, e filluam të bënim pak biseda të përditshme për punën dhe për motin edhe për kalimin tonë në plazh. Por teksa flisnim, mua më ngasmonte një ndjenjë nga brenda. Nuk kam qenë kurrë njeri që mban sekretet e tilla, sidomos kur shihja se si ai gënjente hapur dhe ajo rrinte aty e qetë duke I besuar çdo fjalë. U mbajta edhe pak, por në fund nuk durova dot. "A mund të them diçka?" I thash asaj. "Nëse më jep fjalen që nuk do t'i thuash burrit, dua ta tregoj një sekret." Ajo me shikoi pak e habitur dhe e la gotën e tavolinë. "Të jap besen," me tha ajo. "Thuaj çfarë të duash, nuk I tregoj askujt." Unë u mbështeta te karrigja dhe I thash të vërtetën. "Ai nuk ka dalë të takoj asnjë mik," I thash. "Gjatë ditës, kur shkuam tek bari I plazhit për të marrë lëngjet, ai njoftoi një grua tjetër aty. Fiks atë grua ka shkuar ta takoj sonde," I thash asaj. Sa po ja thash këto fjalë, fytyra asaj ndryshoi. Ajo u inatos me njëherë dhe u ngrit në këmbë nga karrigja e saj. Filloi të ecte nëpër balkon me hapa të shpejt, e duke folur me zë të lartë. "Si është e mundur që ma bën kështu?" thoshte ajo e mbushur me inat. "Do shkoj tani atje ku janë, do t'i gjej te kafja dhe do t'i tregoj unë se si dilet me atë." E pash që u bë keq dhe po bëhej gati të merrte çanten e të dilte jashtë. Unë ngrita dhe unë e këmbë me shpejtësi dhe I dola përpara tek dera e balkonit për të ndalur. "Mos bëj kështu," I thash, "qetësohu një herë. Nuk ja vlen të shkosh atje e të bësh skena në mes të njerëzve e madje ti as nuk e di se ku janë, kush e di se ku kanë shkuar dhe kot se del sepse nuk do I gjesh." Ajo po përpiqej të kalonte dhe nuk po me dëgjonte, kështu që unë bëra një hap përpara dhe e përqafova për ta mbajtur. I thash sërish me zë të ulët që të qetësohej dhe të mos bënte asnjë veprim të nxituar. Gjatë atij përqafimi për të ndalur, ajo ndaloi televizori dhe papritur uli kokën, duke e mbështetur në shpatullën time, sepse ishte shumë e mërzitur. Qëndroi ashtu, duke lëshuar të gjithë atinat që kishte grumbulluar, e unë, nga ana ime, e mbajta të përqafuar dhe po u menduar gjatë, ula kokën time dhe e putha lehtë në ball. Sa po e ndjeu atë veprim, ajo ngriti kokën nga shpatulla ime dhe më shikoi e habitur. Nuk I dhash asnjë shans të fliste apo të reagonte. Ula kokën sërish drejt saj dhe fillova ta puthja në buzë.
Ajo u shkëput vetëm për një moment dhe pastaj u ngrit sërish nga krahët e mi, e u leshua plotësisht drejt meje, ashtu me atë mlefin dhe inatin që kishte, dhe filloi të më puthte edhe ajo. Pastaj shkuam dhe mbyllëm derën e balkonit. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.